problematika, pra, që përmendje toni? Po, realisht nëse shkon gjithë vendin në rinomërim, është problematike pak, sepse nuk dihet kur do të përfundojë rinomërimi, pastaj është periudha certifikimit zgjedhjeve, këgja është një farë procedure, ankesa, shërtime, vendime, do ankohen vazhdojnë gjykatë supreme, tash do të mi prit gjitha ato, kështu që është një farë rreziku. Është vërtet që nuk ka pare nëse vendi shkon zgjedhje, nuk ka pare për zgjedhje të reja, po i organizojnë apo zgjedhje veresi. Na shtipin vletat ato kompanitë ato dostat e Martin Berishës atje. Çështja po janë që do të më pagu komisioner, ata që punojnë po si më pagu halo, ata që ka komisioner që si më pagu halo prej zgjedhjeve të shkurtit. Se besoj. Valloj që do e kam një mesazh. Më ka thonë që nuk i ka marrë halo pare, tash unë s'po them që nuk i ka qitë këtë që zënë, ashtë e kam vjen në parti se vjen për i Prizrenit edhe tash atje për shije që A ka që logarit në KQZ atë që ja që në partia, a i ka marrë pare të kesh. Nëse ka punu me pare kesh, ja pas ka marrë atë partisë.